Të gjithë me radhë, lutem, se cili do marrë shërbimin që i takon. Hej, tu. Dëgjoj tani. Shefi është, se ka me të keq, jo. Pastaj, nëse ti respekton sot, do marrësh pushime, do marrësh dieta, detyra do të bezdiset. Pastaj si bën dhe ti o burri dheut, po një votë është kush do marrë vesh, as kush do marrë vesh. Ore mblidh mendjen, asnjë shef nuk ka të drejtë të urdhërojë ty se për këtë votosh. Është presion, dënohet me ligj. Vota jote është personale, madje dhe fsheh. Shiko këtu. Ta them unë si bëhet. Shkon aty ti, voton, i bën një foto fletës, pa të parë njëri kuptohet. Ja çon shefit foton, edhe ka që burri dheut. Për 4 vite ti rat, asnjëri s'do të bezdis. Çfarë pune po thua more? Kjo që mendon ti, edhe mesazhi i shefit është krim zgjedhor. Dënohet deri në 4 vite burg. Drejtësia po funksionon. Në qoftë se ti nuk dorëzohesh sot, nesër ke zë, por ke edhe dinjitet. Presioni për të votuar është krim zgjedhor. Sipas kodit penal, kush kërcënon, shantazhon ose detyron dikë për të votuar, dënohet deri në 4 vite burg. Voto me ndërgjegje, mos voto me frikë.